Një ditë pas aksidentit tragjik në një pallat në ndërtim në qytetin e Beratit, ku humbi jetën pas rënjes nga lartësia një prej punëtorëve të ndërtimit, policia ka shpallur në kërkim administratorin e firmës. Ndërkohë, tekniku i kompanisë ndërtuese, i cili ishte gjithashtu i pranishëm në kantier në momentin e ngjarjes, është marrë në pyetje dhe është vendosur në nënhetim në gjendje të lirë. Burime zyrtare nga grupi hetimor bëjnë me dije se ka dyshime të arsyeshme për mungesë të masave të duhura të sigurisë teknike në vendin e punës, të cilat kanë sjellë si pasojë humbjen e jetës së punëtorit. Viktima është identifikuar si Ramadan Hatia, 66 vjeç, i cili punonte në këtë objekt në ndërtim në momentin ku ndodhi tragjedia. Sipas informacioneve, Hatia ra nga kati i tretë i pallatit dhe pavarësisht se u transportua me urgjencë drejt spitalit rajonal, nuk arriti të mbijetonte plagëve të marra. Pas mbërritjes së policisë në vend ngjarje dhe nisjes së hetimeve, u kryen veprimet e para procedurale dhe u përpilua dokumentacioni i përkatës për shkeljet e mundshme ligjore. Policia e Beratit shpalli në kërkim administratorin 65 vjeçar të firmës ndërtuese, i cili dyshohet se ka neglizhuar detyrimet ligjore për garantimin e kushteve të sigurisë në punë. Ngjarja e rënë ndodhi pas ditën e 30 qershorit rreth orës 15:30 në kantierin e një ndërtese shumë katëshe në lagjen Kushtrimi. Hetimet për këtë ngjarje po ndiqen nga prokuroria rrethit gjyqësor Berat, e cila është duke punuar për sqarimin e plotë të rrethanave dhe përgjegjësive që lidhen me vdekjen e punëtorit. Po ashtu janë duke analizuar dokumentacionet ligjore të firmës ndërtuese, lejet përkatëse dhe masat e zbatimit të standardeve të sigurisë në punë.